Se agjerimi pas ka qenë dhe obligim edhe popoj e merët. Të kaluarën e kam pas maran agjerimin. Sot është shumë let. Shumë është let. A të kaluarën agjerimi ka qenë kur të agjerojsh edhe mos me hangër, edhe mos me pi, edhe mos me fol. Ta kish mi pas nësi komunitet shqiptar edhe mos me fol në agjerim. Ne a mujnë me nejtë pa folne? Ja ku i kemi në gjami, ua të rriq me vërejtjen, nuk ndalën. Edhe qka, ka qene të kaluar në agjerimi, edhe mos me fol. A tash na mos me fol, për shu që Zotit në ka liru, a në fol, njërë mara me jo me fol, gjdo fjallë të keqe, fjallë banale, fjallë të randë. Dhe të kaluarën, jo me fol, edhe ka qenë ma shumë se 30 dit. Ka pas edhe një formë tjetër, pa iftar dhe pa syfir, në vazhdimësi. Në alhamdulillah, ma pak dit, kemi iftar, kemi syfir, mund të flasim, mund të punojmë, shumë liri, me gjitha ta, gjithmonë, kur tipët luksi, komoditeti, jemi ma dembela. Kur ja shtrëngujme me disiplin, ma mirë njëri është, ma në gjushëm. Edhe kështu është natyrshëm, besoj pajtoni me këtë formul. Edhe ju e keni po, gjithmonë kur ka qenë disiplina më e vështirë, ka dalë kuadër, edhe djemt, edhe familja ka dalë më e shëndosh. Gjithmonë kur tolerohat. A leje e shë se nuk janë të disiplinuar. Gjithmonë janë me probleme.